Përshëndetje miq të nderuar dhe shumë të respektuar. Edhe në këtë video e treta me radhë do të flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të flas për ndryshimet strategjike të sigurisë kombëtare të SBA-ve, që do të flas për ndryshimet radikale që janë duke ndodhur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa rajoneve të caktuara në botë. Mua më intereson raportet e SBA-ve me Ballkanin, me neve shqiptarve dhe me lindjen e mesme, se si do të rikonfigurohen dhe në çfarë rrugë kanë hyrë dhe ku do të dalin. Gjithsesi, strategjia e sigurisë kombëtare e SBA-ve e vitit 2025 po shihet se ka pasur një ndryshim rrënjësor në raport fillimisht me lindjen e mesme. Të respektuar, edhe më parë ju kam porosit diçka, e kam nënvizuar, se shpjegime një nga trajtat shkencore të shpjegimeve të ligjerimeve është edhe përdorimi i ligjit të komparacionit, ligjit të krahasimit. Duke folë për një objekt, të qartësohet objekti tjetër, duke i përmend nuancat e përbashkëta dhe dalluese, pastaj të kuptohen të dytë, derisa je duke folur për njërin. Edhe tani kur do të flas për lindjen e mesme, për mos më u zgjat tema shumë, ju kuptojeni menjëherë, përkthejeni aty për aty se shumica e atyre fjalive, shpjegimeve që do t'i dëgjoni, mund të implementohen edhe për Ballkanin, teksa flas në një moment të caktuar për lindjen e mesme. Pra, në vitin 2025, strategjia e sigurisë kombëtare e SBA-ve në raport me lindjen e mesme ka pësuar dhe po pëson edhe më shumë ndryshime shumë të thella. Por jo vetëm me lindjen e mesme, roli i SBA-ve në ekuacionin e sigurisë globale po i tejkalon, po bëhet ndryshe nga qasjet e deritanishme që i ka pas SBA-ja me botën që nga fillimi i luftës së ftohtë. Për gati gjysmë shekulli, përfshirjeje e SBA-ve në konfliktet e rajonit të lindjes e mesme, tani pas kësaj 50 vjeçareje po shohim qartë një vizion të ri shumë më ndryshe se çka qenë deri më tani. Përse? Sepse lindja e mesme nuk është më teatri i paqëndrueshëm, aq sa SBA-t të jenë të detyruara të qëndrojnë edhe ushtarakisht aty dhe të bëjnë ato qindra e qindra miliarda dollar harxhime. Dikush mund të thotë se pa jo po i bën harxhimet, po në fakt është i marrë pej atyhit ato para që po i harxhon për qëndrimin e vet atje. Po është e vërtet. Mirë po, ka marrëveshje të reja tani, ka vizion të ri. Marrja e atyre pasurive, atyre pareve do të vazhdon, por në forma të tjera. Kështu, nevoja për ndërhyrje ushtarake, amerikane, po paksohet, e në anën tjetër mundësit për partneritete ekonomike dhe investime të mëdha po rriten. Ushtrin tani e tutje SBA-ja do ta përdor vetëm si një thupër mësuesi. Një farë simbolike kështu, thupër mësuesi për t'i shti nxënësit me mësu më shumë, me i friksu kapak, por jo për t'i dënuar apo për t'i shkaktuar dhimbje nxënësve. Ushtria amerikane tani e tutje, përsa unë jam duke i lexuar rreshtat, mes rreshtat, dhe një dy dokumente, një dy raporte që i kam lexuar
në këto 2-3 ditë të fundit, mu po më del se Shebaja do të mbetet jo kamgjik, por një thupër friksuese e tërheqjes së veshit të nxënësve të popujve të lindjes së mesme. Përderisa po e shpjegoj këtë, më bie në mend një pyetje e frikshme. A thua, miq, shoqe, po të ishte rasti i Kosovës, lufta Miloševiqi, sot, po të ishte ai rasti i 97-ës, 98-ës, 99-ës, sot, a thua ndërhyrja amerikane ndaj Serbisë, a do të ishte me aeroplan bombardues si që ka qenë atëherë, apo do të përdorej ky vizioni i ri i politikës amerikane. Luftë ekonomike apo me mjete ekonomike kundër Serbisë dhe alatëve të saj që i ndihmonin kundër popullit shqiptar dhe Kosovës. Në rastin konkret, dohet me i ditë 2 gjëra me rëndësi. Edhe me u thonë këto mes nesh. A thua ndryshimi i politikave amerikane, i strategjisë së mbrojtjes kombëtare, sidomos me lindjen e mesme, a ka të bëj me dobësimin e Amerikës, apo ka të bëj me përputhje, paralelizim i nevojave dhe dinamikave të reja që janë kërkuar dhe po kërkohen në marrëdhënie ndërkombëtare. Që kjo apo tjetra, unë e di një gjatë të sigurt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po koncentrohen ka prodhimi i energjisë. Më shumë dhe zhvendosja prej si që ka qenë në lindjen e mesme dhe në Ballkan me shqiptarët, zhvendosja ka konkurenca me fuqit e mëdha globale, sepse rreziku veç ka arrit ta quaj figurativisht të kufit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U përmend Meksiko, u përmend Kanadaja, u përmend Grenlanda, u përmend Panamaja, tani Venezuela. Pra, po zhvendoset rreziku ka kontinenti Amerikan. Andaj, shëbat nga çështja e deritanishme, si që ka qenë, po shkon drejt konkurencës apo prodhimit, shtirjes në dorë të energjisë, të gjitha burimeve të energjisë, burimet e mundshme, dhe po lakohet, po shkon drejt konkurencës me fuqit e mëdha. Dhe e dyta, përse këto ndryshime të shëbave në Arabinë Saudite, në lindjen e mesme, dëgjojeni me veshin tash të Ballkanit, sepse Arabia Saudite është bërë e aftë, mjaftueshme të menaxhoj dhe kontrolloj ekuilibrat rajonal që ruajnë interesat amerikane më mirë, më lehtë dhe më dobishëm se sa të ishte ushtria amerikane aty. A thash dëgjone me Ballkanin? Në rastin e dëgjone me veshin e Ballkanit, në rastin e Ballkanit, a do t'i dohet shëbave një Arabi Saudite në Evropën juglindore, e cili shtet, e cila Arabi Saudite do t'i kryente punët e Amerikës dhe do t'i ruante interesat amerikane pa prezencën amerikane. Unë jam të e pa atë që thash është e frikshme. Unë jam të e pa se edhe në Ballkan është duke shkuar në këtë drejtim. Tërheqja e koncentrimit, ndoshta edhe e ushtrisë, nuk e di, nuk muj të prejudikoj deri në ato përmasa, sepse janë shumë të ndjeshme dhe shumë thella, të i beska njeri mbo që i di paraprakisht, pos që ata 4-5 vjet që i rrinë afër
Donald Trumpit, shtëpia e bardhë, sa as Pentagoni jo, të them kështu për marguzimin, po, unë mendoj se në Balkan do t'i nevojitet një Arabi Saudite, në Evropën juglindore. Pyetja bazë dhe e rëndësishme është në interesin ton me hdit se cila do të jetë ajo fuqi e cila do të luan rolin e Arabi Saudite të njetutje në lindjen e mesme për neve këto në Evropën juglindore dhe në Balkan. Për herë të parë, për dekadat të tëra, interesat e Washingtonit duken shumë më pak të lidhura me menaxhimin e krizave të menjëhershme aty për aty, se sa të jepen mundësi më të qëndrueshme që dikush tjetër t'i kryej këtë punë. Prandaj, fokusimi i shëbave në politika të mëdha ekonomike globale, duke i lënë disa akter që t'ja kryejnë punët e saj në rajonet të caktuara, për neve shqiptarët është një rrezik permanent dhe shumë i madh. Sepse shqiptarët nuk e kanë arrit atë fuqi të mjaftueshme, megjithëse faktor determinant deri diku i politikave në Ballkan, natyrisht me mbështetjen, ndihmën e drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fillimisht për shkak të interesave të saj, se ishte në pyetje Serbia, apo Serbis ishte bloku i ish bashkimit sovjetik, ishte Rusia tani më e Putinit. Bazuar në ndarjen e barrës dhe marrëveshjet e qëndrueshme ekonomike dhe investime janë themelet e politikës së tanishme të shëbave në lindjen e mesme. Janë zbulu do dokumente, do raporte, e dy i kam pa edhe vetë, që flasin që disa nga faktorët që historikisht i kanë quar shëbat ta konsiderojnë lindjen e mesme një rajon domosdoshmërisht të jetë prezent aty, ajo atmosferë ma ka mbaruar. Në këtë prizëm, do të shikuar edhe raportet e saj me Ballkanin pra. Shkaqet të cilat e kanë shtyje Bill Clintonin, Albrightit, Shaban në përgjithësi, që ti detyroj edhe miqteve natën të ndërhyj në Serbi dhe në Ballkan, ato shkaqe ma kanë përfunduar. Kanë mbetur vetëm rezultatet e asaj ndërhyrje. Nëse shkaqet e tilla paraqiten nesër, Serbia, Rusia, ose është ndonjë marrëveshje e interesave të thella të strategjike të shëbave me Rusin, që kjo pjesë të jetë tani më ndryshe se çka qenë deri më tani, le shumë për të dëshiruar dhe për të friksuar. Pse po ndodhin këto ndryshime, miq? Pse po ka qef Trumpi, pse ka ardhur me një vizion, sikur me ra prej hanës, jo. Varësia e botës nga nafta e lindjes e mesme është zvogluar shumë. Përse? Për shkak të zbulimit të burimeve globale të energjisë në përvende të tjera, ku vetë shëbat sot janë bërë eksportuese ndër më të njohrat dhe më të fuqishme në botë të energjisë. Ky është faktori kryesor që e ka zvogluar nevojën e pranisë së saj ushtarake dhe më gjerë në rajon. Me i pa ambasadat amerikane në Jordani, për shembull, në përvende të tjera të
lindjes e mesme, kur gjë kjo e Kosovës, ose në Maqedoni aty, kur gjë heq, ta mërmenje se janë qyteza, ato ndërtesa, ato ambasada, ato ushtri, ato kanë nevoj për shpenzime, ato do të paguan. Donald Trumpi, vizioni i ri, i sigurisë kombëtare amerikane, ka ndryshuar tani. Pse me u dhanën gjithë këto pare, gjithë ai staf dhe gjithë ato investime. Tjetra, konkurenca midis vendeve të fuqishme. Sot, ma nuk i ka karakteristikat e konkurencës e luftës së ftohtë. Por, kjo konkurencë është transformue në një luftë midis fuqive të mëdha, me role dhe sfera të ndryshme ndikime. Është e pamundën të imagjinohet një luftë frontale mes SBA-ve dhe Kinës. Është e pamundën të imagjinohet një luftë frontale midis dy titanëve tjerë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është e pamundën, frika, kërcënimi, trajtimi, analizimi, shtrimi i këtij rreziku, këtij problemi, po është normale të diskutohet. Por në esencë të ndodhë diçka e tillë, është diçka e pamundur. Prandaj po them se që kjo konkurencë që ka qenë në kohën e luftës së ftohtë është transformue në role dhe mundësi rajone krejtësisht të tjera. Washingtoni është mas e vërtet se e ruan një avantazh edhe cilësor, edhe sasior, dhe një distancë më të madhe që e vendos atë në pozicionin e më të dëshiruarit, më tërheqësit, si për lindjen e mesme, si për Ballkanin. Mirë po, mjedisi strategjik, global, po i shtyjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani më drejt Azisë dhe shumë më larg se Evropa lindore. Në këtë konstelacion të ri, lindja e mesme dhe Ballkani nuk do të thotë se do të bëhen dy rajone pa vlerë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, ato do ta kenë peshën. Por pozicionimi i SBA-ve në këto dy rajone do të jetë ndryshe. Do të ketë marrëveshje të reja. Siç do ta përmendë tani më një herë, marrëveshjet që po i bën SBA-ja, Washingtoni, Donald Trump me Arabinë Saudite, me Riyadhin, me Mohammed bin Salmanin. Ati po i lihet roli dhe disa detyra të cilat, se e përmenda disa herë, që i ka krye SBA-ja deri më tani. Sipas qasjes së re amerikane, nevoja për ndërhyrje urgjente është minimizue skajshmërisht, por në të njëjtën kohë është rrit shumë mundësia për partneritete të reja ekonomike. Ne në Kosovë këto, shqiptarët, kur flasim për Serbinë, natyrisht flasim nga perspektiva, nga këndi si që jemi. Dy popull në armiqësi, një popull viktim e politikave tashmënjora, fashizoide të Serbisë. Prandaj është shumë e natyrshme kur flasim për Serbinë, edhe në raport me vendet mike, gjithmonë i vlerësojmë ato se çfarë raporte kanë me Serbinë. Për shembull, Turqia valla po investon në Serbi. Gjermania ka investuar 5 miliard, 10 miliard, 50 miliard. Amerika po e josh Serbinë. Tek ne politika në përgjithësi e në veçanti mediat e ngushtuara në vizionet e tyre,
i shohin këto dhe i trajtojnë këto, i komentojnë këto nga lupa e tyre e ngusht ignorante dhe pastaj përdoren për brom, për material, për lloç politik. Cila do qeveri që të jetë cila do parti që të jetë në qeveri, atakohet se ja ti u bone sebeb se Serbia po merr investime, u kthy Washingtoni ka Serbia, Gjermania, sepse na nuk i kemi kushtet e mira, ose Turqia neve nuk po na jep, po jep Serbia së sene. Kjo është trajtimi më, bleni thëmë apet, më ignorant, më gjahil i raporteve në marrëdhënie ndërkombëtare, i krijimit të aleancave dhe i zhvillimit të politikave strategjike të shteteve të mëdha. Shtetet e mëdha nuk ndikohen nga diçka, o miq, nga diçka që bën një fëmijë diçka. I madhi nuk. Domethënë me një thupër mundet me e kry punën, me një zylyfët pak me jakap edhe e krym punën. Politikat e mëdha, në rastin konkret tash për Serbian po duhet me thonë, zhvillohen me pas studimeve e planeve të fizibilitetit, planeve të thellët të fizibilitetit. Hulumtohet çështja, qohen delegat, qohen përfaqësues special, qohet dhëndri si Kushneri, disa herë Beograd flitet, çka mundet mu investu, sa mundet me lujt rol, Serbia në politika strategjike të reja të Trumpit, të administratës së tij. Nga që kjo perspektiv, po shihet është duke u pase Serbia, edhe për shkak të pozicionit strategjik që e ka në Ballkan, rrugët nga Selaniku përpijet andej, ata të cilët shqiptarët prej Kosovës që shkojnë, ose prej Shqipnisë që shkojnë në perëndim Gjermani, Zvicër, 3 herë marrën e kanë me shkuar në ka Malizia, andej ka Kroacia dhe me dalë nalt atje, se sa na për Serbi. Pra e vështërson punën, jo vetëm mundi, djersën, lodhjen fizike, por edhe kostën e shpenzimeve e rrit. Për këtë arsye Serbia është në një pozicion joshës, edhe si pozitë strategjike, pozitë geografike, por edhe për shumë çështje të tilla. Dhe kur thash pak përpara se a ka në Evropën juglindore, a mund të ketë një Arabi Saudite që do t'i kryjnë punë të Amerikës këto, unë e shoh vetëm Serbian. Kroacia dhe Slovenia nuk mundet. Jo për shkak që edhe s'kan fuqi ekonomike, nuk janë në pozicione të ndjeshme geografike, por sidomos për shkak të ngjizjes së Kroacisë dhe Slovenisë me vendet evropiane. Janë pjesë integrale të bashkimit evropian. Ngjashëm si Austria, të theme si Luksemburgu. Jo bashkaq, po Slovenia dhe Kroacia në raport me Evropën janë shumë më afër se Serbia, që është një arë e djerrin në këtë raport, që Amerika mund t'i mbjell farat, pemët, perimet të cilat i nevojiten për interesa strategjike. Nëse i jepet ky rol Serbisë, meq, dhe nëse lihet një si Arabi Saudite në Ballkan, me një rol vëzhgues të shëbave, do të jetë tragjike për neve. Prandaj, dashtum apo nuk dashtum, i pëlqej dikur apo nuk i pëlqej. Ballkani me ulam pa një zotni, kurrën e kurrës. Zat edhe s'ka qenë kurr, heq, prej kohës së Kalu Belas, prej kohës perandorisë romake. Kur pa një zotni për mi krye, nuk ka qenë Ballkani. Demografia, geografia, zgjatja strategjike nga Mediterani ka Evropa e Ballkanit e bën Ballkanin një pjesë shumë të ndjeshme. A mund të besoni, miq, se Ballkani edhe për perandorin
Osmane, që ka qenë një ndër parandorit më të fuqishme që i nje historia e njerëzimit, edhe për parandorin Osmane, Ballkani ka qenë rajon shumë i ndjeshëm. Po, islami e sene, bile shqiptarët edhe në Ballkan islamizohen, në fund shekullit, qëtëre ka shekulli 17, me shumicë, ka pak. Në perandorin Osmane, një kohë në Anadol që aty ma shumë ka pas të krishter, ortodoks. Pasaj dikura barazohen, gjatë perandorisë Osmane numri i muslimanve dhe i të krishterve ka qenë që aty 50-50, se dhja e keni ditën. 50-50. Najhere ma shumë, najhere ma pak. Paksimi në sasi të mëdha i muslimanve në qatë pjesë që tash është Turqia, ndodh vetëm pas luftës së parë botnore. Kur bëhen marrëveshjet e Turqisë me vendet ballkanike për transferimin apo ndryshimin e bartjen e popullsive. Grekët ortodoks në Turqi të vinë këndej, muslimanët e Greqisë të shkojnë atje. Edhe bosnjakët, edhe shqiptarët. Prandaj historianët tanë, miq, se po do të me dalë ka njerë prej temës për gjithmonë në temë. I thash njanit me një status aty, që edhe kur dalë prej temës jam në temë, sepse janë materiale që nevojitën në vlla për ata shka kanë qef mi ditë. Historianët ignorant tek ne, me mendësi slavo-komuniste, rrallë në një flet për ndryshimin e popullsisë, a bartjen e që shmethanën, këtë Trump me bohe, të popullsisë pas perandorisë Osmane, si e konë pyetjeve shqiptarë, po e konë pyetje romun të bosnjak, të makedon, të pomak, të grek, të bulgar, të bile ka pas deri në kohën e këtij Naim Sulejmanollu, në kohën e Ozallit, kur Turqia në vitet e 90 më duket, i mori një 300.000 turq nga Bullgaria edhe ja boni kejt shtëpiat e punën e qytetet e fshatrat e i tërheqi mrena për shkak të dhunës. Pra, ndryshimi i popullsisë ka qenë evidente në Ballkan. Në këtë projekt gjithëpërfshirës turko-ballkanik kanë qenë edhe shqiptarët. Së konë luftë vetëm për shqiptarët. Mirë po, që ta historian, zoti i lasht, e këta me mendësi anti-islame, islamofobe, që janë shkolluar në Beograd, në Moskve, sene, këta nuk mujnë me u liru për asaj paradigmës anti-turke, anti-islame. Dhe trajtimin e bojnë ngusht. Ata kujtojnë se kejt ky popull është nivel që ju beson mëlle. Jo, ka njerëz, mos pas sot, ka me pas në tarmën, i lexojnë ato libra, edhe i gjujnë në kanë barlogit, se kanë qenë libra histori ideologjike, si që ka bë edhe Shqipëria e kohës e Enver Hoxhës, që e nis historien me Enver Hoxhën. Historinë e kombit shqiptar dhe ka pak e fut kohën e rilindazve. Nuk përmendet historia 500 vjeçare, 1000 vjeçare për para heqe. Pat një tendencë edhe tek ne këto, pas luftës së UÇK-s, që disi historinë e shqiptarëve të Kosovës si fillim me nis vetëm me luftën e UÇK-s. Vetëm na UÇK-ja shpëtus, na e pronën punën këtë. Jo, burr. Përpjekjet e shqiptarëve për pavarësie, për lirime, për liri nga serbët, nga ish Jugosllavia kanë qenë prej pas luftës së parë botnore, luftat ballkanike. Prej atëherë kur ka filluar gjenocidi i serbëve mbi ne. Pra, Serbia, sado që nga ne shihet qështu, trajtohet si vend armik që është, ajo e ka pozitën e cila mund të bëhet një rrezik i ri potencial për shqiptarët. Shkuarja e Kushnerit, e Vitkofit, e atije, qika e dje me gra e burra e sene në Beograd, atje prezentimi i tyre, dhurimi i kejt shka kanë pas nevojë delegacionet amerikane sene, është strategji serbe e njohur. Nga që kjo perspektivë, me gjithë që
Edi Rama është kritiku shumë se me thënë është Sorosi, thënë që këtë ka me Sorosin. Jo, po, joshja jo me qëtë ishull, jo me qëtë pjesë, jo Amerikan po blenja këtër, zbesoj që e ka bo rasisht Edi Rama dhe Shqipëria, po edhe nëse e ka bo rasisht që ka qëllue, mirë ka bo. Sot meq apet po thëmë, raportet mes shteteve, raportet e shteteve të vogla me shtetet e mëdha që dojnë me egzistu vish në pazar do të me dalë. Shka po do me marë, shka të nevojitet, e ishala i nevojitet. Jo me jashit vla, jo, s'po flas në atë kuptimin, se di se edhe po më kuptoni, po nuk po flas në atë kuptimin që jo, po do mi adhane sene këne e ka sjanine, jo në atë kuptim. SBA-ja i ruan kombet, shtetet dhe interesat e veta sot vetëm mbi bazën e përfitimeve të aty paratyshme, afat mesme dhe afat gjata. Kosova, Shqipëria, do të me pas diçka për me e josh zotërion ton Amerikën që me në mbrojt. Sepse po lujten interesat tash, u kry lufta, se po lujten interesat dhe po që Serbia një faktor i rëndësishëm për interesat ekonomike të Donald Trumpit, të familjes e tij të Amerikanëve, dalëm pe i lojës sukur mos me pasin kur në te. Për që dokumentin për cilën e kam fjallën, se Arabi Saudite po jipet një rol shumë interesant, aty se po luan boshti, osi, i interesave amerikane atje, se po luan strategjia e sigurisë kombëtare amerikane, përmendet edhe çështja e Iranit, çështja iraniane. Bile përmendet si një model transformimi që po ndodh dhe ka ndodhur në këto kohët e fundit. Teherani në raport aty, shihet se nuk është më kërcënimi më i madh. Apet, edhe qëto, sikur kur thash për Arabinë Saudite, edhe këto lexoni shikoni nën prizmen, apo nga lupa, apo nën hijen e Ballkanit. Teherani nuk po shihet se është kërcënim rajonal i interesave amerikane, siç sugjeronte ajo retorika tradicionale amerikane deri në kohën e Bidenit, bile deri në kohën e fillimit të luftës në Gaza. Në qëtë raport thuhet, pohohet, se Irani ka filluar të dobësohet ndjeshëm minjëherë pas 7 tetorit 2023, me atë operacionin Amerikan, Midnight Hammer, të qershorit të kalum 2025, me atë aksion, Midnight Hammer, mori fund, apo të them ma bot, u shënua një pik kthese në rënjen e aftësive sulmuese të Iranit dhe të aftësive të krijimit apo të avancimit të programit bërthamor iranian. Teherani sot është në një fazë të ndjeshme ku po ripërcaktohen si një fuqi rajonale, tani më e përmbajtshme që nëse paraqet ndonjë rreziku do të jetë më i lehtë se më parë, por edhe ndërhyrja, gjumhazja, goditja në kokë për Amerikën do të jetë më e lehtë. Qoftë nëpërmes Izraelit, qoftë direkt. Ka mbaru puna e Iranit, do me thonë, ka mbaru edhe puna e Serbisë, që po thëmë ndërlidhni, se është Irani rrezik potencial për interesat amerikane. Që kjo gjendje e re e Iranit, Arabi Saudite i ka krijuar disa mundësi. I ka dhënë disa fuqi,
Këto fuqi janë të shkuar në rritje e sipër dhe po e bëjnë lojtarin më të rëndësishëm në lindjen e mesme. Dhe që kjo Arabi Saudite tashmë po e mbush atë boshllëkun imagjinar që u krijua se a thua kush qysh tek do ta ketë dominancën në lindjen e mesme. Në lindjen e mesme, në bërthamën e botës, nga kur reflektohen dinamikat dhe përcaktohen geopolitikat dhe geostrategjit e botës, zate geo është e botës, tre faktorë kanë me qenë determinant. Izraeli, si mishim me thonin për Amerikën në lindjen e mesme, Arabia Saudite, financuesja kryesore e projekteve fitimpruse strategjike për Shebat, nga lindja e mesme, në lindjen e mesme, në Sheba dhe gjithandej në botë, dhe Turqia e cila do të luan një rol strategjik, ushtarak që do t'i mban balancat, të cilat balanca i nevojitën implementimit të strategjisë së re të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme dhe në botë. Bile, për te i qësaj unë edhe luftën në Gaza e shoh, rrjedhën e saj, kohëve të fundit, e shoh se ka lëviz brenda orbitës së qësaj qasje të re të Washingtonit. Shka po du me thonë? Megjithëse që lufta nuk u ndal krejtësisht dhe nuk ka shpresë se aty mon nuk do të ketë luftë, lufta ka zbrit në intenzitetin e saj, në një marrëveshje paraprake e nisur me Sharm el Sheikhin, me tërheqjen e Izraelit nga aty, me dorëzimin e armëve të Hamasit, pra një qetësim i situatës që Amerika të mos ketë nevojë të jetë prezente me ato nëndetëset e saj, plot me koka bërthamore, si që pat dislokue në ujrat e Mediteranit dhe përreth Gazës dhe Izraelit. Amerika, thjesht, meq të dashur, është duke preferuar një rol mbikëqyrës, udhëzues dhe një shkop kamxhik, një thupër mësuesi në dorën e Arabisë Saudite. Dhe që të detajet e vogla, detaje piquaja në krahasim me betejën ekonomike globale të shëbave me Kinën dhe Rusien, që të detajet e vogla me avlanën akterve të vogël që ja kryjnë punët e vogla Shteteve të Bashkuara të Amerikës si konfliktet rajonale sporadike që ndodhin në lindjen e mesme apo edhe nesër në Ballkan. Pavarësisht se shkruhet në këtë raport dhe përmendet se burimi potencial, shqetësimi, ka qenë Irani, dhe për e përkthej Serbia. Pavarësisht kësaj, diku aty përmendet se është koha e domosdoshme e fillimit të krijimit të raporteve më ndryshe, qoftë edhe me vendet të cilat deri shumë afër janë konsiderue vende problematike, më të them armiqësore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që i bie se nëse Irani i dorëzohet presionit dhe tendencave amerikane, mund, siç ka bërë Arabia Saudite, edhe Iranit mund t'i jepet një rol i ri determinant i rëndësishëm për edhe përfitime iraniane. Që ligjerat që jem të e majtë sot,
qëtë analizë që jam të e majtë sot, s'kish me pas vlerë, kish me qenë në hava, po të ishte thamë para 5 muajve, apo para 1 vjetë. Sepse krejtësisht tjetër u konë situata në politikat ndërkombëtare. Tash ka ndryshue shumë gjëra. Dhe raportet, dokumentet, analizat janë krejtësisht tjera. Prandaj po them miq, vazhdimisht se Trumpi nuk është veç president me emën dhe me mbiemën. Është frymë, janë të u bëhe ndryshime të mëdha në politika ndërkombëtare. Është të ndryshu bota. Tashme nëse guxoj me thanën, hëtë thuj s'po bëjke me pa shumë. Kanë thamë plesta, ma shumë se 200 fjallë me ditë, që do me jetu rahat, me 200 lafe, mi mësue e kalon jetën si zotni pa probleme. Tash, me e qitë globin e tokës, po them me modestia, me qitë globin e tokës, për para këto, globë që e kemi pas në për shkolla. Edhe me silë këneja ndë, shto, isha dësene, më ndryshe se që i dëgjoj prej njerëzve. Jo, ka dishka shumë ma thellë. Jo në njërë konspiracion, jo. Po ledzohën sene edhe ma thellë. A ju këmë të regu e për atë Dante Alighieri, komedia hynore, se dhja e keni lezue. Me një ven aty, Dante Alighieri në komedin hynore e përshkruan raportin e botës me Zotin, thet mënyrë poetike aty ma, thet Zotin e përshun kështu, një les i madh, i mbështetur Zoti në les, duart kështu, edhe duke i shikuar njerëzit poshtë atje, si kur që i shikon njeriu bobrecat. Edhe pesheni bobrecat jetu përla, tjetëri e vrajtja, tjetëri e hangër javjedhi këta sene, edhe po menon Zoti i mbështetur aty, në mënyrë figurative, po thët, a nuk janë të edit be këta bobreca, se unë jam të i pa, edhe unë javë kumë determinue situatën që qështo me shkue jeta njerëzore. Edhe këto ka e shoket globin e tokës, po them, po isha do sene të determinume vla. Po isha shkaqet, aq sa paraforsisht edhe pasojat e senve. Shqoni Arabia Saudite, në bas të qëti raporti që po flasë, dhe në bas të asaj që po shihet. Arabia Saudite, po, ka pas një rol, edhe gjatë kohës e luftës në Afganistan, kështu ka pas një rol interesant, të rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për politikat e faktorit ndërkombëtar. Por, kur nuk është besue, sepse nga vetë brenda shëbave ka pas njerës ata që quheshin terrorist islamik, që i kanë pengue interesat amerikane. Erdhë zotninja, pasha i pashalarve me emrin Mohammed bin Selman, princi i Kurorës, i biri i Selman. Bin Selman është son në anglisht, Anderson, djali i Andersit. Pra, Bin Selman, i biri i Selmanit, tashmë është duke e përgadit me këtë Arabin Saudite adekuat me vizionin e ri të shëbave. Ky vizioni Arabia Saudite, vizioni 2030. A dini shka do me thonë vizioni 2030? Vizioni 2030 i Arabi Saudite do të thëtë shndrimi i Arabi Saudite në një fuqi me një dimension shumë më të madh ekonomik, ku Mohammed bin Selmani dhe ky Donald Trump, se kështë të thënë Mohammed bin Trumpi, Mohammed bin
Selmani dhe Donald Trump do ta transformojnë Arabinë Saudite në një qendër shumë të rëndësishme për investime në energjinë bërthamore, në inteligencën artificiale, me që e dini dalimin mes inteligenca dhe shërbimit të inteligence. Nëse nuk i keni ditë. Do më thënë, inteligencë artificiale është me inteligenca. Dërsa për atë shpionazhen, inteligencë që janë shërbime, aty shkruhet inteligenca. Inteligenca. Ka inteligenca, atje inteligenca. Dalimi është këto. Ka mujtë me ju ikën, si kur këni vrejt edhe kamarierat të na. Edhe kamarierat të na, edhe pranarët e restoranëve, të kafeve, dhe hotelet njohe, kur vje edhe më të pyt, qka po pe, espresso a macchiato. Kafës espresso i thuhet espresso. Dhe më thënë, pa vetëdijshëm, nuk e lexojmë mirë. Ajo nuk është miq, nuk është kafe espresso, që bëhet ekspres shpejt, po është kafe espresso, latinishtja, dysia gjosore, espresso, kafe e presume, kafe e zime 2 herë, espresso. Pra, nuk i thuhet espresso, por i thuhet espresso. Nuk i thuhet inteligencë, por i thuhet inteligencë, që sa shka po flas. Nejse, pra, Mohammed bin Selmani, edhe Trumpi, Arabia Saudite, edhe Shëbaja, janë duke e shndruar mbretërinë e Saudëve, e familjes së Saudëve në qendër kryesore. Investime në energjinë bërthamore, në energjinë bërthamore, janë të bo punë në inteligencën artificiale, janë duke investu me të madhe në Amerikë edhe në Arabinë Saudite në teknologjinë e mbrojtjes dhe janë duke bërë investime marramense në zinxhir global të furnizimet me materiale të ndryshme që kanë me ju dashtën të 2 vendeve, po thëmë kushtemisht për hatër të Saudis, po që kanë me ju dashtën shteteve të bashkuara të Amerikës. Pra, që kjo Saudi është duke e quar për para vizionin e ri të Amerikës, siç ka shërbyje vizionin Amerikan deri me ardhjen e Donald Trumpit. Atëhere ka qenë e nevojshme të krijohet dhe të fuqizohet rryma selefiste, vehabiste. Imagjino, selefizmi, që është nëzena une, selefizmi musliman me haladën ditët e sotit, ju spjegohet si një trajt, si një pikpamje, si një shkoll që po egzistua ka sot dhe që është më burimorja. Pra, atë selefizmin, fjallën selef që është e kohës pejgamberit, e të sahabëve, e tabiinve, e marrin edhe e veshin bile e kanë bo edhe emërtimi partive politike, sikur partia selefiste e Nur në Egjipt, dhe ki plot në për vendet arabe. Kje i bje sikur mi thonë vetet sahabe. Njejt, nuk mund është mi thonë selef, kur i thu selef, je selefist, sahabe. Por, u dasht meq që Amerika me Arabinë Saudite ta kryojnë qëtë frymën vehabiste, selefiste, gjihadiste, fillimisht për me hek bashkimin sovjetik prej Afganistanit. Shkollat u qelen në Pakistan, në për vendet të ndryshme, i mledhen sikur për para që i kanë mjedh komunistat në kohën kur në Evropë, kundër mbretit Franco në Spanjë, shkojnë ketë komunistat asim vokë që Gjemal Kata për ketë botës kanë shku, për neve mdokët janë një shqiptar një 130, mdokët, luftat e huaja që po themi, kanë shku me liftua për me embrojten Babën Lenin, e Dajan Marx, e Agjen Engels, e Stalinin atje, për me embrojten komunizmin në Evropë. Që i mledhen për ketë botës, fëtë, i qunë atje, i vrajten, javë hopën
me qëke me sene, tani do budal kanë shku kanë knu asin vokshë, o këtë Gjemalkada o e tjetëri, njëjtë kështu kanë veprua edhe me qëta selefista, vehabista, i qunë i mledhen në Irak, në përpara në Afganistan, në Siri, i vrajten, e këtën detyren e tyre, i kanë shtina për burgje, sot gra e thmije tyne, ka dhe shqiptar në për burgjet e Siris që i ruajnë kurdët, që kjo partia kurde brenda Irakut që është një farë vegle e Arabi e kësaj shëbave. Ki aty shqiptar, ki plot që si vehabisa, që si gjihadista, që si që jenë mashtruhe, edhe kanë shku edhe që atje ka grujen që kujeton vetë, nështë ta shihen në përmes hekrave dhe i ruajnë kurdët, që ta tisisit, tëri që aty ka shku e puna. Pra, i mledhin, kjo ndodhë, kjo është politik, strategji globale, kjo u konë gjithmonë. Ekstremistët, kohë pas kohë, dekada në dekada, i mledhin me një vendikon, edhe atje javë kënojnë fatihen, edhe i likvidojnë të gjithë, i qesin. Ma let e kanë qashto, se sa me i hullumtu e shtetëm shtet, e qytetëm shtytet, e katonum katon, e mahallum mahall. Ju thojnë që ku e keni hajde bojrën këto, edhe të regone veten. Që kjo Arabi Saudite sot është të e luajtur rolin tani me qëtë vizionin 2030 për të shërbyer interesave jo po, vizionit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dikush për juve më dhe thonë, po është ma mira, ma keq. Ma mirë është, sepse po nalet gjakderdhja. Ashtu kështu po t'i marim parët vla. Bile gjakderdhje mos me pasën. Që kjo vizion i Arabi Saudite nën kupton që Riyadi, kryeqytet ta quaj lirisht i rigjallëruar në mënyrë të mahniqme, të jashtëzakonshme, po bëhet qendra rajonale, kyçe për projektet e përbashkëta Arabio Saudite Washington. Për atje thash se është ma mirë, se nuk do të ka jetë. Po shka për këto? Shka nëse diçka e tillë ndodh edhe me neve këto në Ballkan. Prandaj thirrja ime e her pas hershme, të pi pak kafe, më falni. Edhe apo më do këtë bre, shoke sa s'kum bërtit fort. Ju më konë ma i qeta, a dini për shka? Gjallin tem pedini jo Lejanin, Allah i na i rujt të gjithve, e vladët tanë, po më nimon ka pak, ja ka nisë mi mësue do prerje do sene në YouTube, babi tha, i kulturuma, kush se livdën të vetin e hangët maca, po më thatë, babi tha, kur pi punoj videot e pi prej aty e sene ka njëhere, po e shose ajo vija që e tregon zanin, po shkon të rinë kuqe, po bërtet ka njëhere. Ma mirë është me quë ma qetë. Tha shobo, po në për nga natyra ka pak, kur në para gjanave të mira e interesante e të rëndësishme, më sto me emocionona, po reagoj pak kështu. Jo, e me hesab jam të e majten parasysh këshilën e djalit, e Lejanit. Allah i na i rujt gjithve. Riyadi po shndrohet në kështu. Dhe për fund, edhe diçka po duhe me ndërlidh. Pyeta pak përpara për Ballkanin. Unë e dije meq se secili rajon në botë i ka karakteristikat e veta. I ka Ballkani, Pirineje, aj qetëri, Apenine, Mapenine, Tibeti, lindja e mesme. Por, është një farë korrelacioni, edhe historik, edhe geografik, po edhe genetik, demografik, se kejtimi njerëz, kejtimi pej mishit, pej të gjithve në lidhin do interesa të përbashta. E thash këto, me gjithë që lindja e mesme dallon nga Ballkani, me gjithë që pozicioni ose qëndrueshmëria ekonomike e lindjes së mesme është një met prej Zotit, bre.
të na po do të me prashit arën, për me e mjell kalamoqenja, kompirinja, për me e boe salatënja, patligjaninja, sene, patligjanin e zija. Po do të mu njerës pak. Në Arabinë Saudite do të mu njerës me mshel, se i merë nafta. Qaq, javë ka dhënë Zote. Me gjithë që ka këtë dalime, ka edhe nuancat të përbashkëta. Në rastin konkret janë nuancat e interesave amerikane. Porosia janë për fund. Është shqiptarët. E dira ma, thash pak për para, se kum kritiku kur vallahi. Në qëtë pikë, filtrimi me Amerikan, me grupe interesi, me Dubajit, me sene, ato këtë janë një familje. Nuk është e gabushme. Heq nuk është e gabushme. Jo e shiti, jo se shiti. Lene bre, sikur ulqine. Erdhen për me blej aty investitorët. Na, jo kjo është e babës tem, jo kjo e babgjyshit tem, jo se jap, ka me të buna aty. Mas thëmë shkret. Bukurie e Allahit nuk është dhënë për investime. Se mentalitet shqiptar, mentalitet i papjekur për me e kuptue vizionin e botës që tani Donald Trump veç e qiti haptas. Dhe Arabët e kanë kuptue. Tek ne këto, që kjo rol me udhan, shka dohet me veprue shqiptarët. Ne në Kosovë i drejtohem inteligencës shqiptare, diplomacisë shqiptare, politikave shqiptare në Kosovë. Është koha me i qelë sët edhe me i bosa 5 parët. Asnjëherë deri më tani nuk kam folë në mënyrë kaq sfiduese, se nëse vazhdohet me qëtë diplomaci që ka shku deri më tani, ta zami edhe ka qenën spektakolare në deri më tani, që so konë kërkon heq, para bankrotit. Por nëse shkohet me qëtë mënyrë diplomatike të shqiptare e Kosovës, nëse nuk ndryshon krahas ardhjes se vizionit të ri të politikave amerikane, të strategjisë amerikane, shqiptarët kanë me pasue shumë rënd. Dhe ne kena me pasue në lëkur shumë rënd. Asnjëherë nuk ju kanë bo thirrje klasës politike. Lëvizni, sepse unë jam duke e parë, paraprakisht, se jemi në pozit shumë të rënd. Dhe se Serbia është duke avancuar shumë mirë në një hap me vizionin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe përderisa Serbia është duke shkuar në hap, një hap pas tyne, ne jemi kërkun duke menduar se Shebaja do të mbron këtë vend vetëm e vetëm për shkak se e ka çliruar. Edhe për para këmë thonë, ka maru koha ma, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shebaja intervenon edhe për cikrimet më të vogla që i shkaktonin ignorantët e politikës kosovare. Ignorantët e përfaqësuar nga partit politike shqiptare në Kosovë, që donin të bankrotonin Kosovën dhe siç e kanë sjell Kosovën deri në këtë gjendje. Ka mbaruar kjo kohë, kur intervenon dhe interferon ambasada amerikane. Le këto, ka mbaruar ajo kohë që politikat e Shteteve të Bashkuara të qëndrojnë edhe më tutje tek vizioni i paravitit 1999. Lëvizni, po ju them, natën e mirë.